janë të shëndetshme përqafimet? Në Ledwall qarkullojnë foto të njerëzve duke u përqafuar. Pse është i shëndetshëm një përqafim? Atëre, shiko, jo vetëm përqafimet, sepse edhe shtrëngimi duarve, edhe kontakti fizik me njerëzit, që sot është shkëputur shumë, marrëdhënia, komunikimi, bisedat, leximi, dhuratat, njeriu që dhuron shumë nga jeta e tij, dhuron me njerëzit me veprimet e tij, me anën financiare e tij, duke dhuruar fëmijëve, të varfërve, prindërve, duke përqafuar, duke biseduar, duke dhënë më shumë në aspektin fizik, duke dalë jashtë, duke bërë aktivitet, edhe duke u përqafuar, patjetër që rritet niveli oksitocinës. To janë disa nivele të cilat janë normale. Prandaj dhe ne kemi kjo prodhohet në mënyrë normale tek njerëzit që e bëjnë këtë, pra marrjen e kontaktit duke qeshur, sepse edhe duke qeshur me njerëzit, sepse mund të rish gjithkohës duke thënë një element të këndshëm që tjerët mund të qeshin, apo edhe duke parë edhe fotot, apo edhe duke lexuar që ne tham, lëshimi i oksitocinës është nga më të mirat, sidomos prekja sociale, komunikimi social, komunikimi me anë të syve, përqafimi, veprat e mirësisë që ne tham, besimit e të tjerët, bashkëpunimi social, komunikimi me njerëzit, nisja nga jo negativiteti në mendjen tënde që në momentin e parë, meditimi, falja, lutja, janë elementet kryesor për të prodhuar oksitocinën ose më saktë për ta mbajtur në nivelet që duhet, pra që e nxisin lirimin e oksitocinës dhe do na japin një farë lumturie dhe kënaqësie duke parë botën më ndryshe. Pra jemi, le themi, më të qetë, më të duruar, nuk shprehim nervozizëm, i marrim gjërat më qetë, më me përkushtim dhe duke dhuruar të tjerëve dashuri dhe qetësi, sigurisht kjo botë do të ishte më e mirë. Po stili jetesë ose ushqimet, sa ndikojnë dhe si tek ekuilibri i oksitocinës? Dy element ndikojnë në këtë rast. Ndihmon përveç këto që ne tham, është dhe elementi teknologjik që është shumë i rëndësishëm dhe e dyta dhe aspekti, po themi, rregullimi i ushqimit. Faktikisht ky hormon nuk gjendet në ushqime, sepse njerëzit mos ta konceptojnë që gabim që po morën këto është hormoni brenda. Jo, hormon nuk ka në ushqime në këtë rast. Pra për këto oksitocinën. Mund të ketë hormone të tjera nëpërmjet disa ushqimeve të cilat janë injektuar në mënyrë të jashtme, por jo në këtë rast. Po ngrënia e ushqimeve që janë afrodiziake, siç është për shembull mjalti, kafeja, çokolata, gjenseni, fenugreku, tartufi, kërpurdhat, boronicat, frutat e detit, midhjet, karkalesat, shalqiu, farat e ndryshme që ne mund të konsumojmë, apo pra gjithë këto element, mund të themi, janë ushqim afrodiziak, të cilat ndihmojnë që të shklirohet ky hormon. Pra ky është një element, por nuk është vetëm ky. Në aspektin ushqimor kemi dhe elemente të tjerë që ne mund të ndikojmë. Është elementi i rritjes nivelit të magnezit, sepse është një determinant për shëndetin e sistemit tonë nervor dhe për prodhimin e tyre. Po janë bajamet, janë aroret, janë fasulet, janë bananet që janë brenda vitaminës, pra brenda magnezit. Është vitamina D e marrë në mënyrë natyrale nga dielli, dalja 2, 3, 4 orë në ditë në natyrë, patjetër që ekspozimi i tij është nga më të mirët. Konsumimi i varit të peshkut apo vezëve, konsumimi apo marrja e ushqimeve që kanë nivele të mira të zinkut, duke përfshirë shumë elementë që nga kërpurdhat apo farat apo aroret që ne kemi. Ushqimet të janë të pasura me triptofan, sepse triptofani duke ndikuar te prodhimi i serotoninës në zonën tonë, është shumë e lidhur me problemin e oksitocinës. Dhe burimin e triptofanit ne e gjejmë te vezët, edhe te bananet, edhe te kërpurdhat, edhe tek mishi, edhe tek lëkura e tyre zakonisht, por midis të tjerave, përveç këtyre që tham aspektin e ushtrimeve fizike, kujdesin ndaj vetes, elementeve të tjera, është e mira disa çajra, siç është çaji kamomilit. Çaji kamomilit është shumë relaksues, po çaji kamomilit, çaji rozmarinës dhe çaji sherebelës, të cilat e ndihmojnë që oksitocina të ri më gjatë në trupin tonë. Konsumimi i kakaos dhe çokoladës dhe niveli i konsumimit të ushqimeve me nivel të lartë të probiotikëve dhe po ashtu edhe të fibrave dhe nuk diskutohet patjetër që elementi kryesor është dhe gjumi. Patjetër, gjumi është një nga gustët kryesor në këtë drejtim.